Përfaqësuesit e 5 vendeve më të zhvilluara të Bashkimit Evropian po bëjnë përpjekjet e fundit për të ndryshuar tekstin e projekt rezolutës serbe të paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas tyre, në rast se Serbia nuk do ndryshojë qëndrimin e saj, atëherë vendi do has pengesa serioze në procesin e integrimit evropian, pasi janë pikërisht vendet anëtare që do ta pengojnë këtë gjë. Pavarësisht thirrjeve për të ndryshuar rezolutën që kërkon bisedime për statusin e Kosovës, Beogradi zyrtar nuk është i gatshëm të bëjë lëshime edhe pse pak javë më parë, ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić tha se do jetë e pamundur për Serbinë të marrë votat pro në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, që mbahet më 14 shtator. Kjo pasi flitet për një tjetër rezolutë hartuar nga Bashkimi Evropian, që do pengojë kalimin e rezolutës serbe për shkak të votave të pamjaftueshme. E në një kohë që Bashkimi Evropian mundohet të bindë Beogradin të ndryshojë qëndrim, Prishtina zyrtare shfaqet optimiste. Qeveria ka shprehur bindjen se mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do jetë një tjetër hap pozitiv për shtetin e ri.